Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu na falenderojmë, salavat dhe selamet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Tani vëllezër, jemi në një kohë dhe një moment ku Allahu subhanahu wa taala thot: a ka kush më lutet që t'ju përgjigjem? A ka kush që më kërkon diçka, t'ja jap? A ka kush që më kërkon falje, ta fali? Të gjithë e dim se Allahu dhul Xhelal për këtë muaj të bekuar ka thënë që janë ditë të numëruara. Dhe ja, tani jemi në 10-shin e fundit. Dhe sigurisht se ky 10-sh është edhe më i pakt se sa 2 e kaluara. Andaj, secili prej nesh ta përcjell këtë muaj të bekuar të Ramazanit me pendim dhe duke u kthy tek Allahu subhanahu wa taala. Ai i cili ka qenë i mangët në adhurime në fillim të këtij muaji, le të tregohet i zellshëm në përfundim të tij. El a'malu bil khawatim, sepse vepra shpërblehen sipas përfundimit. Nëse fillimin e kemi pas të mangët, atëherë nuk e dëmton asgjë nëse pastaj fundin e kemi të mirë. Allahu subhanahu wa taala në disa ajete na fton që të kthehemi tek ai të penduar. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Pendoni që të gjithë, o ju besimtar, na thret Allahu në emrin e besimit. Pendoni që të gjithë, o ju besimtar, tek Allahu, që të gjeni shpëtim. Nëse dëshirojmë shpëtim, duhet të pendohemi tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu thot Allahu: ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju të cilët keni besu, pendoheni tek Allahu me një pendim të sinqert. Po ashtu ky Zot madhështor e don pendimin. Andaj secili prej nesh le të pendohet tek Allahu. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Vërtet Allahu i do ata të cilët pendohen dhe i do ata të cilët pastrohen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i cili është qu natën, ka fal namaz, ju kanë ajt kamt, më i dashur i Allahu subhanahu wa taala, të cilit Allah ja ka fal mëkatet e kaluara dhe të ardhmet, megjithatë i ka kërku falje Allahut 100 herë apo në transmetime tjera 70 herë gjatë ditës. E ku jemi ne krahasuar me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Secili prej nesh duhet të pendohet tek Allahu dhul Xhelal. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu subhanahu wa taala gëzohet më së shumti me pendimin e robit se sa një person i cili është në shkretëtir me kafshën e tij. Dhe mbi kafshën e tij e ka ushqimin edhe pijen. Kur ja që pa prit mas, kafsha i humb. Dhe në shkretëtir, kur s'ke ushqim dhe pije, prit e vdekjen. Kështu që ky dorëzohet dhe në një hije e pret vdekjen, nga se nuk ka as ushqim as pije, gjërat esenciale për jetë. Kur ja që pa prit mas, i del gjumi dhe e sheh kafshën para syve të tij. Atë shumë gëzohet, thot: o Allah, ti je robi im, unë jam Zoti yt. Thot Rasulullahu: gaboi nga gëzimi i madh. Pra Allahu gëzohet për pendimin ton më shumë se sa ky person i cili e ka gjetë kafshën në atë moment kur e ka pas të sigurt vdekjen. U përmend në ajet pendimi
i sinqert, apo pendimi i qiltër, pendimi i kulluar. Që një pendim të jetë i tillë duhet t'i plotësoj disa kushte. Kushti i parë, që pendimi të jetë i sinqert vetëm për Allahun dhul xhelal, jo për dikant tjetër. Pendim i cili buron nga dashuria, frika dhe madhërimi që e kemi për Allahun subhanahu wa taala. Jo të pendohemi që të tjerë të na thonë se ja ky ko ka pendu. Mirë po pendohemi sinqerisht vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Kushti i dytë, t'i bim pishman, të ndjem keqardhje dhe të mërzitemi për mëkatet të cilat i kena bë. Vetë kjo ndjenjë e pishmanllokut është pendim tek Allahu subhanahu wa taala. Kushti i tretë, ta braktisim mëkatin më njëherë. Nëse dikush është duke i bë mëkat Allahut, tazam është duke u marrë me kamat, do të mu pendu më njëherë tek Allah dhe me lan kamatën. Nëse dikush është duke pi duhan, me njerë me lan duhanin dhe mu kthy tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse dikush e ka lan namazin, nuk fal namaz, me njerë me ja fillu namazit. Nëse një motër nuk ka mbulesë, me njerë me vendos mbulesën dhe mu pendu tek Allahu subhanahu wa taala. Kushti i katërt është vendosmëria që mos mu kthy më kurrë në mëkat. Me ia dhon besën Allahut që mos mu kthy më kurrë në mëkat. Mirë po ja që i tilli ka mundësi të kthehet në mëkat. Në mëkatin prej të cilit është pendu. Mirë po prapë duhet mi kërku falje Allahut, nga se sa herë që bëjmë mëkat dhe pendohemi, kena me gjetë Zotin falës. Se Allah është et-Tawwab, Allah është pendim pranues. Po ashtu kushti tjetër është të pendohemi para se të lind dielli nga perëndimi. Nga se nëse lind dielli nga perëndimi, atëherë më mbaron çdo gjë. Nuk ka më pendim. S'pranohet më pendimi, s'pranohet më imani. Gjithashtu të pendohemi para se me na ardh shpirti të fyti ynë. Para se me ardh shpirti me dal prej trupit ton. Nga se nëse mo je duke pa vdekjen me sy, je në agonit e vdekjes, Allah mo nuk e pranon pendimin. Kushti tjetër, po ashtu është, nëse e kemi hi dikujt në hak, ja ke marrë dikujt një pasuri, ja ke zaptu dikujt një tokë, apo e ke marrë diçka tjetër, me ja kthy sa je gjallë në këtë botë. Këto janë kushtet e pendimit të sinqert, ku e lutim Allahun dhul xhelal na pranoj pendimet tona, na pranoj adhurimet tona dhe dalshim nga ky muaj i bekuar me mëkate të falura dhe na mundsoft Allahu të arrijmë natën e Kadrit duke adhuruar Allahun në formën më të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.